Shoqata Akademike për Shkencë dhe Art organizoi manifestimin kulturor shkencor për nder të 7 marsit, ditës së mësuesit. Profesor Dr. Hasan Jashari, si kryetari i shoqatës, tha se si çdo vit tjetër edhe këtë vit do të shënohet 7 marsi, me që sipas tij vlera e kësaj dite është shumë e madhe dhe e rëndësishme. Dhe natyrisht se duam që me këtë rast të falenderojmë gjithë ato mësuesi, të përkujtojmë të gjithë ato shkolla të cilët në hapësinë dhe kohë kanë bërë që qytetërimi të luftoj barbarizmin, do të thonë edhe të përkrah idenë e progresit të shoqërisë njerëzore. Ne dimë se në çfarë situate ka qenë popullata shqiptare, edhe shkronjat e para në gjuhën shqipe, shkollat e para në gjuhën shqipe kanë bërë që ne sot të kemi 2 shtete, të kemi një numër të madh të intelektualëve, të kemi, do të thotë, historinë, identitetin ton, dhe gjithë kjo është në sajt të shkollës në gjuhën shqipe dhe mësuesve. Megjithatë, në këtë ditë feste nuk munguan as kritikat. Shoqata akademike po këtë ditë më 7 mars ka lëshuar edhe një kumtesë ku shfaqej dukshëm mos pajtueshmëria me ligjin e ri për arsim të lartë. Ministria e Arsimit duhet të respektojë autonominë e universitetit. Ne jemi për ndryshime, jemi për atë që kriteret për avancimin e thirrjeve akademike dhe thirrjeve shkencore të evaluohen edhe të ketë matës, do të thotë edhe numerik edhe kualitativ. Mirë, po e gjithë kjo duhet të bëhet në përputhje dhe në harmoni me universitetet, në bashkëpunim me universitetet. Ministria nuk duhet të shikon universitetet, do të thotë, si prej lartë, por duhet të shikon si bashkëpunëtor. Dhe universitetet me anë të vetë kritikës, me anë të vetë evaluimit të mbrëmshëm duhet të ngren kriteret për anvarësimin e thirrjeve mësimore edhe thirrjeve shkencore. Profesori Xhamaludin Idrizi thotë se nuk është i kënaqur me ecërinë e zhvillimit të arsimit në përgjithësi, duke bërë apel për investime më të larta në dije. Arsimi nuk është në gjendje të mirë. Arsimi kërkon reforma të thella dhe atë reforma të dhimbshme. Pa reforma të dhimbshme, arsimi nuk ka për të bërë. Unë në librin tim në memoaret, dikundin përfundoj, po them kështu, nëse kjo vazhdon, se arsimin e kemi të them të gangrenizuar, në kështu vazhdon, ai do të lëngojë edhe më të tjerë. Në fund të shënimit të kësaj dite, Shoqata Akademike për Shkencë dhe Art shpërndau librin Analizë kritike e programeve dhe librave shkollor, ku sipas autorëve janë gjetur shumë lëshime, ndërsa qëllimi i këtij libri është që të nxjisë debat për cilësinë e ulët të arsimit në Maqedoni të Veriut.